Kosova e ka një problem shumë serioz për cilin nuk po fol kërkosh. Këto se cili njeri është ekspert për gjithë shka. A e keni një herë në njeri të thonë jo unë nuk di. Këtu kemi eksperta për ekonomi, kemi eksperta për mjeksi, për shkencë, për filozofi, për art, për gjithë shka. Se cili na kallëzon prej mënyrës qysh do të me hongër bok e deri te mënyra qysh do të me i rrit fëmin. Qëre, nuk është keq me pas mendim. Mendimi është i lirë, por mendimi bëhet i dëm shumë atëherë kur nuk bazohet në fakte e në shkencë. Që kjo prodhon ndikim të keq të populli, sepse na sot jetojmë me një shoqni ku në vend që me shku te dermatologu për një puqër, përdorim gjana të ndryshme të patestume që është me hlemi i gjyshës e që mundin me na shkaktu probleme shumë të ndaja. Nëse i thu dikuj që fëmia jam nuk po flen, ka me thonë hajt se i ka marrë mësysh. Nëse i thu që nuk po merr notat mira ose që i ka rëmsimi, thot që po rren ton kohën në telefon. Po kërkush nuk thot që duhet me e qut te mjeku. Sot edhe mësueset kanë fillu me i diagnostiku fëmijën me probleme të ndryshme të shëndetit mendor, për shkak se jetojmë në një vend ku ata që duhet me fol heshtin, ndërsa ata që duhet me hesht për tasin. E sot jemi mbledh për me diskutu pikërisht temën e fëmijëve, sepse kjo grupacion meriton një trajtim të dinjitetshëm e me u fol çashtu që duhet, me shkencë, me fakte, po edhe me zemër. E kush ma mirë me fol për këtë temë se sa një eksperte që është specialiste e psikiatrisë për fëmijë e për adoleshent, e që për mua është një person shumë i rëndësishëm sepse gjithçka që di në fushën e mjekësisë të psikiatrisë ekskluzivisht, ja atriboj kësaj. Me mua sot është doktoresha Adelin. Përshëndetje doktoresh, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. I ke pa podcastet e tjera, kështu që na e bojna në shumë formë jo formale, nuk është që kena me diskutu temat që nuk i flasim për ditëshmëri, kështu që të kisha ftu mu një sa më rahat. Faleminderit. Doktoresh, kështu, mja nis me bu një farë muhabeti shumë të thjesht, shumë të qeltër. Profesioni jotë në menoj që është profesioni ma i vështirë në fushën e mjekësisë, sepse krejt drejtimet e tjera mjekësore trajtojnë trupin, po ti e trajton shpirtin. Tash pyetja jam edhe pyetja se cilit njeri është çysh është me trajtu shpirtin, çysh e trajton një mjek shpirtin? Nuk ka formulë caktuar, Lere. Do të tu pa dhe tu bo. Do të është diçka që secili individ ka profilin e vet individual edhe nuk ka formulë, do të definicion caktuar çysh trajtohet shpirti. A kemi shumë probleme me shpirt? Po. A i trajtojnë sa duhet probleme? Ja, unë mendoj që jo. Qa menon doktorisht që duhet me bona ma shumë? Duhet ma shumë të kërkojmë ndihmë, sidomos në aspektin e shëndetit mendor, populli shqiptar, përgjithësi komuniteti jonë, duhet vedisohet ma shumë në kërkimin e ndihmës. Nuk do të thotë kemi vetëm smundje. Edhe aty ku nuk ka smundje, ka vend eksperti shëndetit mendor. Po, doktorish, unë e nisa këtë emision, do me thonë me një monolog. Kallëzova qysh na jemi eksperta për gjithë qka, edhe ata që flasin ma shumë të në fakt janë ata që duhet me hesht. Po jemi të folë për një grup që është shumë i cënushëm, që është janë fëmijët edhe adoleshentat. Qa menon, a kemi shumë probleme sa në përditshmëri të ky grupacion? Po, kemi probleme shumë. Madje edhe atë shumë sa që nuk jemi të vetëdijshëm sa shumë kemi probleme. Cilat janë problemet më të shpeshta? Problemet më të shpeshta që nga lindja deri në periudhën e adoleshencës, në forma të ndryshme, në periudha faza të ndryshme të zhvillimit, problematika caktume. Tash varësisht cila grup mosha është 0 deri në 3, 3 deri në 6, 6 deri në 12, 12 18, secila fazë e zhvillimit pasqyrohet me problematika nga më të ndryshmet. Tash psikiatria për një periudhë shumë të gjatë kohore ka pas shumë keq kuptime. Njerëzit kur kanë menu për një psikiatër, kanë menu një person që ka më t'i vnu do elektroda në tru, ka më t'bo mënyrat të tmerrshme të trajtimit, ka më t'i rikujtu do kujtime që të s'ki qef mi qitën pa. A mund është një herë për gjithmonë mi adho një farë përgjigje krejt njerëzve që nuk e kuptojnë çka është psikiatri, para se me kalu te tema që kemi me forcët. Qa bën psikiatri, doktoresh? Psikiatria përgjithësi Lirem është e stigmatizume, gjithkohë në botë është e stigmatizume. Mendoj që prezantimi i psikiatrisë nuk është mënyrën më të mirë të mundshme e prezantuar. Gjithmonë e marr si shembull nëse një pacient ka drejt të ketë problemet natyrës kardiake, natyrës internistike, ka drejt të ketë edhe problemet e natyrës psikiatrike. Mendoj që psikiatria vetëm përgjithësi si komunitet duhet bëjmë më shumë në promovimin e
psikiatrisë ashtu se si është. Jo, ashtu, mendoj që nëse mund të themi psikiatria ma shumë është e prezentuar në bazë filmave, dokumentarëve, cilat nështë me dashje pa dashje negativisht, në drejtim stigmatizimit në prezentim të psikiatrisë. A ke pas në herë doktorish kështu në i rast në i serial killer që shishohem na në për televizion kësi personat të mërshëm që dojnë më të vraze? Fatmirësisht në grup moshën në cilën punoj, është grup mosha ma e mirë dhe ma e kashme, do të thotë fëmijë dhe adoleshent. Besoj që se cili njeri ka kvalitetet e veta në cilësinë e individit. Nuk mendojnë ato në vras seriale, ato janë vetëm kuadër të filmave. Ose në psikiatri forenzike në një. Ajo është profil tjetër. Doktoresh, një çështje që po diskutohet shumë kohëve të fundit dhe për cilën ka shumë keq kuptime është çështja e autizmit. Edhe pikërisht për çfarë jemi nal me fol sot. A mundesh shkurtimisht që me kuptu edhe gjyshja jam që i ka 80 vjetë, çka është autizmi si problem? Po, Lirem, autizmi është çrregullim neurozhvillimor, i cili karakterizohet me mungesë komunikimit, mungesë socializimit edhe sjelljeve stereotipike apo stereotipit. Do të cilat kur identifikohet apo diagnostifikohet, do të identifikimi dhe diagnostifikimi fatkeqësisht ende është në mosha më të rritura, apo mund të themi, do të thotë mungesa e komunikimit është faktori kryesor i cili bën që familjet ose prindërit t'i sjellin fëmijët në konsultë tek ne. Do të thotë pa marrë në konsiderat mënyrën jo verbale të komunikimit të fëmijët. Do të thotë po mos të kish qenë e folur, sigurisht që kërkesat, edhe pse kërkesat në aspektin e konsultimit nga ana psikiatrit dhe psikologut do të jenë shumë më të vona, edhe pse ka përjashtime, do të thotë tani gjeneratat e reja të prindve janë më të vetëdijshëm në aspektin e këshillave, në aspektin e konsultave, ka shime problematikat nga më të ndryshmet, jo vetëm tek autizmi, por më të ndryshmet në aspektin e rritjes dhe zhvillimit tek fëmijët. Autizmi, se e përmeni që autizmi është çrregullim neurozhvillimor, po shumica e njerëzve nuk e kuptojnë çka është neurozhvillimore. Në çet kontekst, autizmi është një problem që lind, është një problem që zhvillohet me kalimin e kohës? Është problem që lind. Do të fëmija lind me autizëm. Do me thonë, në kuadër të qësaj, nuk kuptohet që sistemi nervor qendror, truri, nuk zhvillohet që ashtu qysh duhet, qysh zhvillohet të një person tipik neurotipik. Shtë një fëmijë me zhvillim normal. Do me thonë, a ka ndonjë faktor që nënat e reja duhet me ditë për çështjen e autizmit kur janë shtatëzon? A mundën me bo ato diçka me parandalu autizmin? Fatkeqësia e problemit çrregullimit autistik është problem që nuk ka metodë diagnostikuese, nuk ka metodë skrinuese e cila parasheh ose paradiagnostifikon problematikën në fjalë. Edhe kjo është sfida e shkencës, sfida e shekullit tonë në kashim me autizmin. Po për shembull i kena një disa lajme kohëve të fundit. Për shembull njëri pi lajmeve mas shumti që u përhapu kon mos përdorni paracetamol në gjatë shtatzanisë se shkakton autizëm. A është e vërtetë? Mon mendoj që jo, edhe në bazë eksperiencave, edhe në bazë do të thotë shkaktarin e sakt të autizmit nuk është idiopatik i panjohur, nuk është. Do të thonë, nuk ka korelacion mes autizmit edhe paracetamolit. Paracetamolit jo. A ka për shembull raste kur janë identifiku faktor infektiv, për shembull një bakteri ose një virus ose gjatë asaj kohe ose temperatura e lartë te prindi, a mundën çto me ndiku që një fëmijë me pas autizëm? Prap nuk është faktor i sakt relevant i cili përcakton që me të vërtetë infeksionet janë faktorë të cilët mund të ndikojnë, mirë po gjithmonë janë me një rezervë. Edhe infeksionet e nana, edhe stresi, edhe trauma, edhe ushqimi, edhe ndotja ambiente, edhe ushqimi, gjithë janë faktorë cilët mund të ndikojnë, mirë po sakt nuk kemi faktor. Sakt për... A ka autizmi natyrë gjenetike, abortet përmes gjeneve? Mundësia e abortjes gjenetike është e madhe, do thotë nëse familjet e kanë një fëmijë, mundësia predispozicioni gjenetik është më i rritur të kenë edhe fëmijë tjetër. Ka. Tash pyetja që mendoj që krejt janë tu e prit. Qysh doket një pacient me autizëm? Cilat janë shenjat tipare të kryesore që i vren te një pacient i tillë? Ç'a vrehet? Do të në pamjen fizike janë më të mirë se fëmijët me zhvillim tipik. Do thotë rritjen edhe zhvillimin e kanë konform me moshën kronologjike. Çka vrehet një fëmijë tani varsisht prej nivelit
si është i atakum, çfarë niveli është i atakum autizmi, komponenta e parë e cila bën në sytë e fëmijët është mungesa e interaksionit social. Të qenurit me ty nuk e kanë. Që kjo është, edhe nëse e kanë vetëm në kontekstin e vetës të parë, nuk e kanë në kontekstin e vetës dytë, tretë. Dhe me thonë, një fëmijë me autizëm ka tërheqje sociale, nuk komunikon shumë, rrin më shumë. Se shumica e pyetjeve që bëhen në rrjetet sociale dhe që i shoh shenjat e autizmit. Për shembull, kur i thuni fëmijës me autizëm e thirr namën, atë përgjigjet. Reagimet mund të jenë më të ngadalshme, apo mund të mos kenë reagime në aspektin e në kuadër të thirrjes së emrit. Do të thonë nuk munden mos me reagu. Munden mos me reagu. Po varet tani se autizmi është spektër, do thotë edhe kur është spektër, atëherë është një laramani e simptomatologjisë brenda spektrit. E do të thonë tani çto në kuadër të spektrit ju i grumbulloni simptomat edhe e vlerëson. Prej një shifre deri në çfarë shifre janë simptomat autistike. Çfarë shenja të tjera përveç mungesës interaksionit social ka autizmi? Do thotë përveç kësaj simptomatologjisë kryesore mund të ketë edhe selektim të ushqimit, do të kanë tendenca të selektojnë ushqime, kanë hiperndjeshmëri në aspektin e senzomotorikës, do thotë hiperndjeshmëri në zhurma, po përveç zhurmave mund të kenë edhe hiperndjeshmëri në aspektin e teksturës, do thotë në veshmbathjeve, mund të kenë hiperndjeshmëri në aspektin e prekjes, do thotë nëse kanë për shembull ftaf, lag, bot, mund ta kenë një hiperndjeshmëri që lidhet, gjitha këto lidhen me senzomotorik. Do të thonë këto simptoma munden me qute një person, munden me tregu që një person mundet me pasë ose jo autizëm, po nëse për shembull unë i zgjat ushqimet, jo domosdoshmërisht nuk kuptohet që kam autizëm apo. Po bashkëqohet edhe me simptomatologjinë tjetër. Do thotë nuk do të thotë vetëm një simptom ta jap simptomatologjinë ose diagnozën e saktë. Do thotë bashkëqohet edhe me simptomatologji tjetër. Përveç kësaj ka edhe simptome tjera. Pse doktorit shqiptarët e kanë shumë problem kur folet për autizmin? Çfarë ndodh qëto? Mendoj që duhet të vedisohet më shumë popullata jonë, sidomos nëse flasim krahasim me shtete tjera, do të thotë Amerikë, Angli, ata janë më parë se na. Do thotë autizmi, rëndësia e autizmit është identifikimi edhe intervenimi i hershëm. Do thotë jo domosdoshmërisht të gjithë fëmijët të cilët vuajnë nga autizmi kanë me qenë persona me nevoja të veçanta. Do thotë ka mundësi që fëmijët të cilët kanë hi në kuadër të spektrit të jenë funksional, të jenë fëmijë të pavarur. Mirë po, në këtë drejtim të pavarësisë edhe të funksionalitetit këtyre fëmijëve, na ndihmon intervenimi edhe identifikimi i hershëm i këtyre fëmijëve. Kush ka të drejtë me diagnostiku dikon me autizëm? Psikiatri i fëmijëve. Se, për shembull, para disa ditëve e pash një rast në lajme, një mësuese i kishte thonë një fëmijë të vogël për shkak që ai domethënë ka qenë më i tërhequr, nuk ka komunikuar shumë, i ka thonë ti je autist për shkak s'po përgjigjesh. Domethënë e pash i shpërndan nëpër media. Ç'a mendoni ju për këtë rast? Ai takon një mësues me thonë ç'është? Jo. A duhet më ndërmarrë diçka në qësi rast? Po sigurisht, janë institucione cilat janë relevante, ka shime problematikën të fjalë. Po, sepse për shembull doktoresh, qysh besoj që e din të gjithë njerëzit, po jo që jeni profesioniste, dy emocionet më të fuqishme që e gdhendin një njeri janë faje dhe turpi. Në qoftë se e turpëron një fëmijë publik, ai edhe nëse është më i tërhequr për shkak që nuk po mundet më ka më tërheq edhe më shumë. Po, ka më tërheq edhe më shumë. Domethënë, ç'është është e mundur që në shoqërinë tonë ekziston një fenomen i tillë ku mësuesja që do të më kon dera që i ndihmon një fëmijë me u integru në shoqëni, apo ti s'po më kupton që ata se je autist. Po, për që ata, shteti jonë du të me bo ma shumë promovime dhe marketing dhe me majtë takime me shkollën, me nxansat, me mësimdhënësit vedisohen, jo gjithë mësimdhënësit din simptomatologjinë e fëmijës, që kjo është arsyeja që duhet ma shumë të angazhohemi ne si shoqëni në takime më shumë, bëjmë prezentime, nuk do të thot vetëm me fëmijët, po edhe me mësimdhënësit edhe me prindë dhe krejt. Për që ata dhe jena tu i bo qëto emisione, do me thonë që mi eduku sa do pak popullin në simptomatologji, po edhe për shkak që populli jonë ka tendencë me i keq kuptu qëto. Do me thonë, na kena shumë tendenca për me i marë këto rrjetet sociale, me i analizu qëto që i thoi njerëzit që nuk janë kompetente, dhe mas të me fillu me identifiku ti e autist, ti e kështu, ti e ashtu, që sidomos në shëndetin mendor, unë e menej që shkakton një stigmë hala më të madhe.
Po sigurisht për këtë do të me lexu më shumë, me qenë më shumë, do të thotë në kontakt me shkencën, me të gjeturat shkencore. Po, për shembull, mu që më ka ra me pa dhe vetë në praktikën klinike që më ka ra me pa dhe, do më thonë, prindrit shqiptare ka një problem tjetër. Me bum, do më thonë, ka pas raste kur doktorat jënë tut me një farforme me një kallëzu që fëmija ka autizëm. Fëmija jëtë ka autizëm jënë tut, sepse e kam pa krejt simptomat, po kur ka ardhë puna mja përmend, ke nguru për shkak të reagimeve të fuqishme të prindërve. A menon që kënë t'i kënë keq edhe të prindi nëse e mohën, po dhe të fëmija se nuk trajtohet? Po sigurisht që mohimi me penalizon, do të çdo mohim dhe çdo vonesë në trajtim i kushton fëmis. Nëse ti si prind e mohon, e di që është shumë e dhëmshme në aspektin e prindve, po paralel me diagnostifikim dhe interpretim diagnozës du të punohet edhe me prind për me pranu. Se nëse tash prindi e mohon edhe vonon trajtimin, kush do ta barën, do të pasojat, fëmija është ai i cili bën pasojat. Edhe sigurisht që edhe prind paralel me ata të cilët diagnostifikojnë duhet edhe të punohet me familje. Nuk mjafton vetëm të punohet vetëm me fëmijën. Do të punohet edhe me prind, me familjen, përgjithësi. Atë sa kemi kapacitet edhe mundësi. Po, për shembull doktoresh, unë që ju një kështu personalisht e di që ju përveç psikiatre jeni edhe terapiste familjare. A ju ndodh kështu kur punoni me prind në aspektin e terapisë familjare, prind me u zbut mas në gradualisht në çështjen e diagnozës, se shumë i tutën kësaj diagnoze? Po normalisht i tutën lirim se është problemi i cili ka me përcjell tani jetën. Edhe sigurisht që kur është në pyetje fëmia, çdo secili prind është i ndihshëm në raport me fëmijën. Nuk mendoj që ka diçka dhimbje më të madhe se sa fëmiu. Dhe sigurisht që nëse ti punon së bashku prapë përsëritje në kontekstin e qasjes familjes, do të jetë më e lehtë edhe pranimi i diagnozës, edhe vujtja e familjes, se sigurisht që ata do të njihen të kuptuar se ka një person ose ka një individ i cili do t'i përkrah edhe është në dispozicionin e tyre, ka shime dhimbjen emocionale që përjetojnë ata. Se, dhe me thonë, e përmene që është një problem me cilin do të përballen të njëjtën. A ka autizmi shërim? Nuk ka shërim, por ka trajtim, edhe funksionalitet fëmijët. Dhe me thonë, një fëmijë me autizëm, nëse diagnostikohet edhe trajtohet, menaxhohet ashtu që duhet, mundet me funksionu krejt normal? Po, mundet me funksionu krejt normal. Nga eksperienca ime, do thotë që ka në kuadër të udhëheqjes së asociacioneve të shoqatave të autizmit, do të vetë personalisht, në kuadër të subspecializimit cilën kam përfunduar në Floor Time, do të jam kolegëja jam në trajnë em ka qenë angleze, cila ka pas funksionim të lartë autistike dhe ka qenë bile shumicën e rasteve kur punoj me prindë, marr si shembull, ka qenë studentja më e mirë, ka shime prezentimet, cilat i kemi pas, raportet cilat i kemi pas, po ashtu edhe në kuadër të Floor Time-it, një udhëheqjen e Afrikës Jugut të Floor Time-it e ka personi i cili është autistik, edhe bën udhëheqjen e asociacionit. Është personi i cili ka grad akademike, kemi pas në kohën e pandemisë, kemi pas kurs online, do thotë kanë qenë njëjtën kohë, kanë qenë 3 kurse, do thotë ai ka pas numrin enorm të bashkëshoqëruesve, të cilët e kanë përcjell çat kursin, cilën e ka udhëheq çaj individ i cili ka qenë autistik. Po, se për shembull është edhe një bindje tjetër që është përhap në shoqërinë tonë. Po edhe në përgjithësi për shkak të filmave. Për shembull, kemi pa të persona që kanë shregullim të spektrit të autizmit, por që janë super inteligjent, që mojnë men numra, mojnë men shifra. Kjo më herët më duket u njoh sikur sindroma Aspergerit. Po, tani me DSM-5 nuk është sindroma Aspergerit, vetëm një individ me inteligjencë lartë dhe sigurisht që shtetet e avancuara investojnë tek këta individ për arsye se nëse ti ata kanë një talent caktuar në drejtim, shkëlqejnë në drejtim. Do të thonë një person me autizëm mundet me super shkëlqy me një fushë të caktuar. Po, në art, muzikë, në IT, matematik. Do të aty ku nuk nevojitet interaksioni social, ata shkëlqejnë. Doktoresh, për shembull, vjen një prind, edhe thotë, unë po mendoj që fëmia jame ka një problem. Po më kam thonë në shkollë, më ka thonë mësuesja, po tutna për shkak se nëse ma jep që diagnozë, mësuesja ka me trajtu ndryshe. Cili shkon mesazhi jot për krejt mësueset, për krejt njerëzit që merren me fëmijë me probleme, ç'është duhet
komuniteti jonë me I trajtu pacientat me autizëm. Po, plotësisht ki drejt, Lirem. Shumicën e rasteve kur prind për shembull e ti insistojnë ta kemë një diagnozë ose do thot familja në përgjithësi, automatikisht në pjesën e pavedishme shkon që duhet ta ketë një trajtim më të veçantë. Do thot mesazhi im është që pavarësisht çfarë problematika të ketë fëmia, duhet trajtohet njëjtë sikur gjithë fëmijët e tjerë. Ose për shembull nëse një prind thotë, hajtë se autizmi ka me kalu vetë. A kalon vetë autizmi? Jo. Duhet patjetër me qute mjek. Duhet trajtim. A ka raste kur përkecohet shumë? Po tash varet, është problem neurozhvillimor, nëse ka komorbiditet, është e bashkëqyeshme edhe me patologji tjera, që shumicën e rasteve janë shoqëruar edhe me problemet natyrës neurologjike, sigurisht që mund ta ketë regresin. A duhet më një turpru një prind që ka fëmin me autizëm? Mendoj që jo. Të me thonë, çka nëse e gjykon shoqënia, e stigmatizon shoqënia? Nuk mendoj tash që shoqënia jonë veç ka fillu të vedisohet, ka shi me pavarësisht çfarë problematika kanë familjet tona, edhe pse ende ka familje të cilat janë të rezervuar, mirë po mendoj që në përgjithësi tani familjet kanë fillu të vedisohen. E çka nëse një prind hen edhe e lyp në Google, e shkru në Google, a ka fëmija jam autizëm edhe ti që dë simptoma edhe kitë simptoma dokën sikur për një me fëmija jo të ka autizëm. A menon që duhet mu bo Google diagnoza ose ChatGPT atash? Për ashtu atëherë s'kishin ekzistu profile, specialitetet edhe ish dash mbyllën edhe universitetet. Mendoj që jo. Të më thonë... është ka efekt negativ. Në reflektohet tani edhe të familja, edhe të fëmija, edhe të prinde, sigurisht që nuk rekomandohet. Po, a menon që diagnoza e hershme është në një farë forme e shpëtim, diagnoza e hershme e autizmit është shpëtim për fëmijët e diagnostikuar? Nuk mjafton vetëm diagnostifikimi. Ka shime diagnostifikim, duhet edhe trajtime. E çfarë forma të trajtimit ekzistojnë, doktoresh? Do të na në Kosovë kemi aba terapin edhe flortimin, këto dy lloj intervenime. Tani varësisht çfarë problematika ka fëmia, mund t'i bashkëqohet edhe ergoterapia, edhe në ndërkohë trajtimit edhe logopedia. Po nëse e kemi një fëmijë me autizëm, që ka inteligjencë shumë të lartë, ja dën matematikën shumë, a mendon që shkolla jonë tani e penalizon, shkollat e tojna e penalizojnë, se mësuesja ja bën, ballbem shlegojnë se s'po durohesh, në tranove. Po e penalizon se s'kemi programe të veçanta speciale për këta fëmijë dhe mendoj që shoqënia jonë do të promovojë çdo shkollat me programe të veçanta, shkollat profesionale, shkollat me drejtime specifike caktuar, të cilat kish me majtë dhe me avancu këta fëmijë. Që normalisht që edhe këta me pas më të lehtë për veten e vetë dhe për familjet e tyre, po të njëjtën kohë mi shërbyer edhe shtetit. Përsa i përket kësaj çështje, kam pyetjen e fundit, se kena me kalu me një diskutim tjetër. Pyetja e fundit për këtë çështje është, cili shkon mesazhi që ti ja këshillon secilit prind që fëmia ju ka diagnostikuar me autizëm? Të mos dorëzohen edhe të punojnë sa të kanë mundësi. Me fëmijë. Po mësuesave? Mësues ti kuptojnë sa më shumë prind edhe fëmijët. Do të thonë, mësuesave po ju thojnë që fëmia me autizëm është sikur krejt fëmijët e tjerë? E di që është e vështirë me menaxhu, se numri i nxënësve në për klasat tona është skajshmërisht I madh. Ka një farë standardi, do të thotë nëse mësuesja ka një fëmijë me probleme në zhvillim, do të thotë fëmijë me nevoja të veçanta, ka një farë rregullore sa duhet të ketë fëmijë edhe pse shumë vështirë është me ju përmbajt kësaj rregullore, po mësuesja sa të mundet me trajtu sikur krejt fëmijët e tjerë. Shumë mesazh I mirë, do të thonë me integru në shoqëni. Po autizmi është një problem shumë I madh e diskutuar, po nuk është problemi I vetëm. Në kuadër të problemeve me fëmijë me adoleshentë, na përballemi edhe me çrregullime të tjera, qofshin ato çrregullimet e sjelljes së kohëve të fundit që besat vetlëndimit që janë një problem shumë I madh në shoqërinë tonë. A kemi shumë raste me vetlëndime të këtyre? Kemi, nuk kemi statistikë saktë, mirë po kemi, sidomos të adoleshant kemi. A vetlëndohen më shumë meshkujt a femnat? Vetlëndohen femnat më shumë se mashkujt. Cilat janë arsyet më të shpeshta? Kryesisht është konfliktet, dinamikat brenda në familje, po edhe raportet me bashkëmoshatar. Do të thonë shkolla. Po.
E doktoresh për me dal me diskutu pak ma në detaje këtë temën, e ku mbo një faljoje që po du me bo me audiencë një herë me këta djemë që i kena mrapa kamerave, që mas me kalu edhe me diskutu edhe nash kurtimisht këtë çështje në qysh ndodh vetëlëndimi. Jo e përmenë, do me thonë që shkaktarin e parë të vetëlëndimit ka që janë dinamikat mbrana familjes. Do me thonë nëse ti ki probleme me babë, nëse ki probleme me nanën, nëse baba është abuzev, nëse nana nuk është atë, nëse ata përlahen me njëri tjetrin, krejt që kjo reflekton të fëmija. Çka nëse na i testojna kameramanat tonë, regjin tonë, me një pyetësor shumë të thjesht, me një 5 pyetje dhe analizojnë ata një përgjigjet. Qysh po do këtë si ide? Ban. Që me provojna. Tash e tutje, në krejt podcastet që kanë mi pa, e kena qëtë zarf, që kjo është quhet zarfi i traumave. Më thonë, qëtë zarf, kena me përfshi gjithë qka që është traumatike në komunitetin tonë. Qa humboni këto është i kumarja 6 pyetje që janë shumë të shpeshta, që ju bohën e njerëzve që kanë kalu trauma, edhe njerëzit, kur flasin për traumat, njerëzit menojnë që patjetër do të më të ndodhë diçka e të mërshme njetë, ose më të vdek dikush, ose më të vënu dikush, ose më të rrej dikush, ose jo, në fakt, traumat mundën me konë shumë të thjeshta, po që lojnë gjurmë shumë të mëdhaja. Qa kena me bo tash, unë i kam një 6 pyetje qëto, kom i parashtru, edhe kom i audhon këtyre djemve, disa fletat bardha, edhe këta kanë me u përgjigj veç me po ose me jo. Pyetjet kanë me kona si soje, ku na kena me diskutu atë ka ndodh, as të ka ndodh. A mund është mi marrë qëto? I kena lënë mrapa kamerave, se juve ke marrë me dojtë për fara. E kom shu testi i traumës, nëse mundeni jo, do me thonë përgjithsi, ju që jeni mrapa, me u përgjigjen qëto pyetje dhe mas ne imi jap një përgjigjet. Pyetja e parë është, kur je kon fëmijë, a ke pas ndonjëherë frikë me tregu se qysh po njihesh? Se na kur jena fëmijë zakonisht njihemi diqysh, po nëse s'na ngan kërkosh menojna që ndjenjat e tona janë të pavlefshme. Okej. Pyetja e dytë është, a ki majt probleme mrena vetës që mos me i mërzit tjertë? Kja ndodhë shumë të na. Pyetja e tretë është, a të kanë thonë shpesh mos kaj se je shumë i ndjeshëm. Meshkujt s'bën musil kështu. Po ma bojnë me kryp. Pyetja e katërt, a të ka dash me u tregu i fort edhe kur je kon i lëndum ose ke vujt? Besoj që i kanë shkru. Pyetja e pestë, a je një najher fajtor kur ke kërku ndihmë ose vëmendje? Edhe pyetja e gjashtë është, a të ka mungu që dikush thjesht më të ngu pa të gjyku? Besi që a i keni shkru? Ami qëto? Qanë. Përgjigjet janë krejt po. Bile, çka është më e çuditshmja është që te pyetja e katërt që ke a tu ka dash me u tregu i fort edhe kur je kon i lëndum ose ke vujt, përgjigja është po, se jam djalë. Qa kime thonë për këta doktoresh? E jena shoqënie traumatizuar na? Po, njena. Po. Pse, që kjo përgjigje është pak e frekshme. Po, kom pas nevojë për ndihmë, po s'kom kërku se jam djalë. Sigurisht që tani komuniteti ju nëse jeti në kuadër sensitivitetit gjinore dhe pse po tentoj me qenë njëjtë, do thotë edhe lojnat edhe aktivitetet mi bo, do thotë një gjinore, jo ndahen lojnat veç të femnave veç të mashkujve, prap se prap. Kjo sigurisht që don kohë komuniteti jonë, do thotë kjo tranzicioni don kohë, tjetë në aspektin e barazis gjinore, po jo barazia gjinore duke jep kompetenca, do thot momentet prap nuk mujt të largohen prej familjes, do thot pozicionet duhet të mbahen, do thot në aspektin e pozicionit babës edhe të nanës. Momentin që kemi pozicione në aspektin e diferencave gjinore, atëherë kush e reflekton fëmia. Po, do me thonë, nëse një njeri thot, unë e zgudzej me kajt, se jam djalë. Është problem shumë i madh. Qa ndodh me që djalë? Nuk muj me para pa, po sigurisht në aspektin emocional jo mirë. A mundët me qu deri në vetëlëndim? Është e mundshme.
Sepse energjia nuk zhduket kurrë, ligji i termodinamikës të çështë. Trauma nuk zhduket, ajo veç transmetohet gjenerat pas gjenerate. E tani si do transmetohet nuk e dim. Po, do me thonë, ju thatë që ma shumë vetëlëndohen femrat. Po në të njëjtën kohë na jetojna me një shoqëni që i stigmatizon meshkujt. Në kontekstin e traumave emocionale që i kanë ata. Meshkujt nuk guxojnë mi shpreh se i thonë ti nuk je burr mjaftueshëm, ti nuk je mashkull mjaftueshëm nëse kallzon që po një është keq. Tash, ç'është është e mundur se pak e pa logjikshme. Femnat po vetëlëndohen më shumë, po meshkujt po mojnë më shumë në vete. A vjen që kjo që qikat janë më të lehtë lëndueshme emocionalisht? A i vjen kjo që meshkujt, edhe pse kam probleme, dyqysh i durojnë se qashtu i kam su shoqënia, dhe baba, u kun qashtu. Po, mashkulli duhet me kanë i fort, ai është figura e familjes, duhet me bajt krejt. A femnat prej natyrës janë më të ndihshme, ato edhe nëse janë më të ndihshme, do të shprehin dhimbje, nuk s'ka të bëj. Po prap don kohë, edhe kjo. A kemi tendenca për vetëlëndim, a ka raste kur njerëzit vetëlëndohen për vëmendje? Po, ka edhe për vëmendje. Pse ndodh kjo, doktoresh? Po prapë është në kontekstin e familjes, do të thotë në rastet kur familjet kanë konflikte shumë të mëdha, kanë dhunë familjare, atëherë fëmijët për zhvendosje të vëmendjes mund ta kenë vetëlëndime. Do të thonë, gjithmonë prapë kthehet te familja. Prapë kthehet te familja. A i kemi adoleshentat problematik? Po. I kemi problematik. Përgjigjet janë ashtu shumë. Po, i kemi problematik, për ashtu se shteti jonë do të bëj ma shumë të organizoj aktivitete, do të ti funksionalizoj ma shumë adoleshentat jonë, adoleshentat e shoqërisë tonë. Do të faktikisht nuk kemi, do të adoleshentat tonë, adoleshenca nëse llogarisim deri në moshën 18 vjeçare, gjitha aktivitetet cilat i bëjnë adoleshentat, prind janë ata cilët duhet me pagu kurset për këta fëmijë, nuk është që shkolla organizon aktivitete grupore ose shtetit bën kampanja, aktivitete, po është muaji i shëndetit mendor, edhe pse tash kanë filluar shkollat, po shoh në rrjete sociale kanë filluar të merren me kampanjat shëndetit, do thotë është tetori roz, po shoh që kanë mini aktivitete nxënësit nga vetë dëshira në mënyrë fuqi vetanake kanë filluar të aktivizohen edhe të angazhohen, por duhet bëhet më shumë. Në mënyrë që mos t'japim hapësirë, do thotë çdo adoleshent i cili ka hapësirë ose kohë e cila nuk është funksionale gjithmonë ka lënë në jo funksionalitet. A duhet më bëj kjo edhe pi prindve? A duhet prindrit mi u thonë fëmijëve bëni aktivitete që mos me pas. Po tash veç prind nuk janë veç ata cilët se tash jo të gjithë prind kanë mundësi ekonomike. Mundësia ekonomike të paguajnë kurse, të investojnë në fëmijët e tyre. Ka dhe familje të cilat në aspektin ekonomik nuk kanë mundësi të investojnë te fëmijët. Ata fëmijë çka do të bëjnë? Do thotë është mirë që shkollat të angazhoj në kuadër të shkollës, të jenë grupi sportiv, grupi i gjuhëve letrare, grupi i gjuhëve të huaja, që fëmijët njihen më produktiv, grupi i sportit, grupi i artit, i muzikës, grupi i rrjeteve sociale, që nuk ma merr mendje asnjë shkollë që brenda shkollës që ka fëmijë me talente të veçanta. Po, doktoresha përmend edhe më herët, thotë që ka raste kur vetëlëndimi bëhet veç për vëmendje. A mendon që u bën një farë trendi kjo çështja e vetëlëndimit? Po, edhe rrjetet sociale po luajnë rolin e vet në modelimin e vetëlëndimeve. Do thotë rrjetet sociale, shoqënitë, të e modelun njëri tjetrin. Është një ndër faktorët që po e promovon edhe Pejnicën që procesin e vetëlëndimit. Interesant. Për me fol për trauma, dhe më thonë se kena dasht me fol, kena mrit ashti të një pjesë shumë e rëndësishme, se jena të shku drejt fundit, kemi mrit të një pjesë shumë e rëndësishme, që është kjo pjesa e zarfit të koq edhe zarfit të zi. Publiku, tash si vetë është i ambientuar me këto zarfet e mia që shi bajone, po për ty do me thonë është hera e parë. Qa kena bëna është gjithmonë kemi lexuar zarfin e koq për para zarfit të zi. Po sot në zarfin e koq e kemi një surprizë, ndërsa në zarfin e zi e kemi një sfidë. Qa kemi bo, i kemi marrë disa vizatime që janë reale, që i kanë bo fëmijët, po na i kemi gjetë në internet. I kanë bo fëmijët për mi kallëzu traumat e tyne, se arti është njëna prej mënyrave që njerëzit i kallëzojnë traumat kur nuk mundën me i shpreh me fjalë. Për shembull, këtyne herë kanë thonë vaj i burrit është kanga.
e nashta vaji I fëmijës është arti, e vizatojnë që ato që e ndjenjë. Kështu që ne I kena marrë do vizatime, po para se mi lexu ato vizatime, e kini letër çto. Ç'ta? Që to qele, lexoje, edhe mas ne kena mi analizu bashkë që ato vizatime. E dashur dhe Adelina, para se të jesh mjeke, ti je njeri që I ndjen dhe I kupton fëmijët. Ky zarf nuk përmban sekrete, përmban të vërteta që fëmijët nuk din t'i thonë me fjalë, por I tregojnë me heshtje, me sjellje, me lot, me vizatime. Brenda këtij zarfi janë plagët e tyre të padukshme. Dhimbja që ti e takon çdo ditë, historia që nuk e shohin prindrit, mësuesit, shoqëria, por ti e ke parë, ti e ke dëgjuar. Do të gjesh disa vizatime që nuk janë thjesht vizatime të zakonshme, janë thirrje për ndihmë. Ne do t'i hapim bashkë dhe do të na tregosh çfarë fshihet pas secilit vizatim. Çfarë traume bart fëmia, si lëndohet shpirti I tij, se ndikon dhe çfarë shpresë mund të japim. Nëse je gati, hap zemrën, sepse ky nuk është veç një segment. Ky është zëri I fëmijëve që askush nuk I ka dëgjuar kurrë. Tash to, doktoresh Iki, 3 vizatime të ndryshme, fillojna me të parën. Edhe këte e ka kamera njëherë që të shë. Kështu s'kon që me thonë, në thot vetë vizatimi po të regon. Nuk ka. Do të një fëmijë mërzitur në prind. Qa ndodhë doktoresh, kur një fëmijë I nin prind e vetë tu përla, tu rrejtë të Shumë e dhemshme është. Në aspektin emocional është shumë e dhemshme. Tepër e dhemshme. Nëse prind përtasin, shahen, ofendohen me njëri tjetrin, qa I ndodhë që ati fëmijë? Ai fëmijë ka mundësi t'i kthehet vetit. Do të afajson vetëm pse ata, do të thotë se niveli I kapacitetit kuptimit fëmijës është normalisht e di mënyrën e të mendimit të fëmijës. Do të thonë, nëse prind përla... Tamam është çështë njihet, do të qysh është vizatimi, do të kjo formë vizatime çështë njihet fëmia. Do të thotë pamja jashtë më shumë e dhëmshme, çka mendojnë për pjesën e mbrëmshme. Është e paparashikueshme. A ndodhin, a ki shumë raste doktoresh që vinë me dhunë familje? Ka. Dhe të kjo vajze fitmume. Qëto kena dasht, po besoj ma shumë u konë çështje e bullizmit, këte e ka kamera që mund është. Po. A ka shumë bullizm në shkollat e tona? Po, ka. Qa ishte bullizmi me bo fëmin? Po, do të gama të ndryshme, në pjesën emocionale, humbja vetbesimit, ankthi, edhe madje edhe deri në depresion. Kjo masani reflektohet në pjesën akademike dhe në përgjithësi, do të në zhvillimin e fëmijës. Okej. Edhe kjo, vdekja, po. E qëto këm dash pak më nalë. Qyshe përjetojnë fëmija vdekjen në njënit prind? Ose 2 prindve? Ose nëse jetojnë vetëm mund? Sigurisht që keq. Shumë keq. Qa ndodh me një fëmijë nëse I dek baba? Qysh ka mu rrit qaj fëmijë? Po më varet sa e ka nanën tani, sa nana e kompenzon edhe babën. Sigurisht që tani automatikisht nëse baba ndron jetë, atë nana do ta kryej funksionin e 2 prindërve. Varet krejt sa e ka fuqin në raport me fëmijët e vet. Për qa I vyn baba një fëmijës? Çfarë zhvillimi I mundson baba fëmijës? Fuqin, do të vetbesimin, figura trore sigurisht që është e pazavendësueshme. Ka shi me figurën e nanës, secili ka në pozicionin e vet të rëndësishëm, ka shi me rritje dhe zhvillimin e fëmijës. E nana qa I duhet një fëmijës? I duhet përgjithësi për rritje zhvillim. Do thotë sigurisht që edhe nana dhe baba e kanë rolin e vet të pazavendësueshëm rritje dhe zhvillim të fëmijës. E kur është më keq një fëmijë? Nëse I des baba, nëse I des nana? Nuk ka. Nuk filirem ke bo pyetje të vështirë. Të dy prind janë të rëndësishëm të fëmija. Po, për shembull, unë shpesh më ka ra me një që një pi njerëzve që ju ka dek baba, kanë thonë, po, më ka dek baba, po, dyqysh e kom pas nanën, e kom pas edhe babë edhe nanë. Po fëmis kur I dek nana, dyqysh qatë herë për një me bëhet jetim. Pjesë e dhemshme shumë është humbja nanës të fëmija. Jo pse dhe baba nuk është I rëndësishëm të fëmijët, po pjesa e nanës është pjesa më e rëndësishme. Më ke po pyetje shumë vështirë. Për me tensionu pak situatën, tash e kena një surprizë për ty. Kena mritë që kjo pjesa surprizës, që ta kumë bo që është dramatike, që është madha, dhe tash jem të unë edhe unë e pak nangë.
Pse e ki zarfin e koq, mere lexoje. E kush diçka të mira? Më të kuq. Ekziston dikush që mban një zemër gjithmonë, edhe kur je zgjuar, edhe kur fle, edhe kur punon. Dikush që ndoshta nuk të ka thënë shpesh sa shumë të do. Por sot e ka gjetur guximin, shijoje. Kush po, qa po menon? Zdi. Kush po menon që të ka qu diçka? S'kam ide. Heq. Ja. Dikush ta ka qu një video. Po. Amo kush, po më intereson shumë me ditë kush po menon që ta ka qu. Ose çka po menon që të ka thonë. Nuk e di. Zdi, s'kam ide. A je gati me këqyr? Haj. Është një video goxha e gati, një 2 minuta e diçka. Ka folë diçka për ty, që ato sene që na kreqet njojmë i menojna. Hajt. Ja nisëm unë në ciklet pak. E dashura Adelina, të kam shkruar këtë letër me qëllim që të them disa gjëra që nuk ti kanë thënë asnjëherë tjetër. Ti nuk je thjesht vajza ime, ti je shoqja ime me e ngushtë, motra ime e vogël, pjesa me e butë dhe me e shenjtë e shpirtit tim. Erdhe në këtë botë e vogël e pafajshme. Dhe pak kohë me pas jeta në mori babin. Nuk e di nëse ftyrën e ti e mban mend akoma, pasi ka kaluar shumë kohë dhe ti ke qenë e vogël, por e di që mungesën e ti e ka qenë gjithmonë një plagë e heshtur brenda teje. E ndjej sa herë të shoh në sy, shpesh jam dalur dhe kam menduar se e ka përballuar vajza ime e vogël atë boshllëk. E megjithatë ti nuk u dorëzova asnjëherë. Unë jam përpjekur të jem pranë teje, të jem buroj e ngrohtë, por shpesh nuk kam mundur. Kam pasur nevojë të punoj, të siguroj bukën e përditshme për të gjithë ne. Dhe pikërisht kur ti kishe më shumë nevojë për mua, ti u bere nen e dytë, për vlezrit e motrat e tua, u bere engjëll i tyre i ishte. Ti morën mbi supë barrët që nuk i takonin moshës tënde dhe nuk u ankove kur. Kujdesi për ta me dashuri të sinqertë, të qetë, me një përgjegjësi që vetëm zemra të mëdha njohin. Ti e kuptove shumë herët çfarë do të thotë të mbash familjen tënde, të ruash shpresën dhe ngrohtësinë. Sot kur të shoh si mjekët e jashtëzakonshme, si grua të fortë, të butë, njëkohësisht them me vete. Ndoshta kjo është arsyeja pse ti e zgjodhe psikiatrinë e fëmijëve, sepse askush nuk di më mirë se ti çfarë do të thotë të jesh i vogël dhe të kesh nevojë për dikë që të kuptoj, të mbaj afër, të përqafoj kur bota duket e ftoftë. Ti e lindur për të kujdesur për fëmijë, për t'i bërë ata të ndihen të dashur e të sigurt, për t'i ndihmuar të gjejnë dritën kur jeta u mbyll dyert. Dhe unë jam krenare për çdo hap tëndër, për çdo lot që ke kthyer në buzëqeshje, për çdo plak që ke kthyer në forcë. Adelina, ti je dhurata ime më e madhe, arsyeja pse besoj se dashuria dhe forca mund ta ndryshojë botën. Nëse ndonjëherë dyshon tek vetja, kujto këtë, për mua ti je gjithçka, vajzë, motër, shoqe, dhe mbi të gjitha një zemër e madhe që rrej për të tjerët, të dua pa fund. A e frite? Jo. E di që këto momentet janë shumë sensitive, po unë e preqet një, e di sa shumë ke bo për fëmin, edhe kum dash më ta bo një dhurat, se dhuratat më të mira as nuk hahen, as nuk pihen, po janë që ato kur e kupton se e vlefsh me jetë për njerëzit e tjerë. Edhe kemi komuniku me mamin tënd, edhe ajo ka dash me të shkru diçka, edhe na e kemi e ingjizu, po kjo nuk është dhurata e vetme që e kemi për ty. E kemi një dhurat hala ma të mirë. Si që tash është kam rejtë zemra shumë. E kemi një dhurat që menej që ka me të bo hala ma të emocionume se që kja. Apo ta mërmenja qa është ajo? Bad me emocionume, motërën. Apo na vjen dhe në dhuratën tjetër, edhe kime nga kalzu pse ka me të emocionu.
Unë e pja kallëzoj kamerës njerë. Që kjo është dhurata. Ta kemi bu një portret të babit tanë. Se e dimi sa shumë e ki vujt. Kom e fa fjallë edhe une. E dim sa shumë e ki vujt mungesa e tina. Se babit ka shku kur je konë shumë e vogël edhe e dim sa shumë e ki vujt, edhe jemi ullë me artistin e grupit që e kemi, edhe kemi menu që ka mujna mi bo diçka që mundet me majtë për jetë. Faleminderit shumë. Edhe kemi ditë që i ki do fotografit vogla, edhe ai ka Ku e pas një gjithë? A fot pëlqen? Po. Faleminderit shumë. Je do të thonë shumë e emocionume. Ja, me pas disë kështë ardhë. A ki më folë nesër afet? Unë e meni që është njëna pi dhuratave më të mira që ja kena bu dikujt. Po s'na kallëzove pse të emocionoj ka qëmë. Se, normalisht që pyetjen cilën ma bune, nuk do shta me kalu në pjesën e eksperiencës ta, do thot zavendësimi nanës edhe babës. Sigurisht që gjatë trajnimit terapisë familjare, kemi pas një leksion, një modul në kuadër të psikodinamikës. Edhe kemi pas dhe profesorat më eminent të botës në kuadër trajnimit terapisë familjare. Edhe ishte pyetja pse bashun e kom gjithë qëtë profesion. Do të thotë edhe jo rastisht, gjithmonë ju them edhe në përgjithësi, edhe studentëve edhe trive, asnjë sen nuk bëhet veç hajt. Do të thotë secili drejtim e ka një qëllim. Edhe kur analizova veten, do të thotë pse unë kam shku në psikiatri të fëmijëve, e pash që jo rastisht kisha shku në psikiatri të fëmijëve. Edhe pse fillimet e karrierës tim kanë qenë shumë të vështira, se kemi qenë 2008 në vend pas lufte, ka pas shumë humbje të fëmijëve, fëmijët kanë pas shumë humbje të posaçërisht baballarëve, edhe pjesa më e vështirë e imja ka qenë me këto familje dhe këta fëmijë ka qenë që te këta fëmijë nuk e kam pa forcën e nanës në cilën e kam pasur unë. Do të edhe kjo ka qenë shumë e vështirë, ka fëmijët me nanat e tyre. Dhe më thonë, tash po dalim prapë që kur e ki nanën dhe qysh prapë e ki një farë force me vazhdu një jetë. E ki forcë edhe aq më pak kur e ki një nanë të fortë, nanë të keqe nuk ka. Gjitha nanat janë të mira. Mirë po mvaret tani edhe nana çfarë kushte i ka, çfarë rrethi ka, çfarë kapaciteti ekonomik, intelektual i ka, edhe gjitha këto luajnë rol sa kanë më jep fuqi edhe nanës. Tash do me thonë, cili shkon mesazhi jot për krejt njerëzit që kanë kalu në të njëjtën situatë si kur tonë, që do me thonë, unë që e di ke kalu në për shumë sakrifica për me mëri këtë këje, kur gjë nuk u kone letë dhe kur gjë nuk t'u ka ofru thjesht, që ju ka ndodhë shumë njerëzve, sidomos ju generatat që jeni konë luft, që keni hek para lufte, keni hek mas lufte. Unë e falenderoj shumë nanën ta, edhe familjen e nanës tanë, që deri në këtë pikë që kam rri, gjatë karrierës tam, e falenderoj shumë profesoreshën tam, Mimozën, që e kam zemër edhe shpirt. E përshëndesim edhe në. Po ashtu e falenderoj edhe bashkëshortet tam Muhametin, i cili çdo herë ka qenë mbështetje imja. Po sigurisht mos ta kisha pas, sigurisht që partnerin që më kupton, puna aq ma pak një profesion i cili është i ri në Kosovë, ka qenë shumë e vështirë me arrit edhe me realizu. A u kone vështirë për ty si femën, si i gru, me mri qëto kuje? Po ka qenë e vështirë, po pa ndihmën e këtyne personave që ti përmena, i shkone pa mundur me mri aty ku jam. E për fund, çfarë mesazhi ju kështë dhonë krejt njerëzve që e kanë kalut njëjtën situatë? Që ju kështë thonë? Gjithë njerëzve të cilët e kanë kalut njëjtën situatë, sikur që kanë kalu une, të mundohen të ndihmojnë sa ma shumë familjeve të cilat i kanë përjetimet e njëjta. E aq ma pak fëmijëve që ka nevojë shumë të madhe. Doktoreshone, nuk e di sa falemderues jam fillimisht që ju kum taku, e mas nej që mu keni bu mentore klinike, e tash edhe për këtë dhuratë që ta kena bo, se besoj që është shumë e mirë. Shumë emocionuese. Nuk besoj që t'ka shku në mendje. Ko, taksi janë. Edhe unë e menej që jeni njëni ndër njerëz më të mirë që e nja.
Faleminderit, shumë se ta shumë. Se për kushtimi që keni jo për pacienta ditën, natën, në orar, jashtë orare, do më thonë që munoni unë mënej që është një reflektim i një fëmirije të lëndume edhe e dini vetë që ka është me kone lëndume. Edhe tani munoni që krejt njerëzit që i kam përjetu të njëjta cene me u bo një farë drite në fund të tunelit. Prandaj, jo veçone, po krejt njerëzit që ju kanë jetjen shumë krenar. Kështu që faleminderit shumë edhe që i ardhë, edhe që i këndoj informacionet, se unë qysh një dhe si profesoresh je shumë e prerë, nuk i shumë qef për shumë me filozofun për gjithësi, po jo është që ashtu jeni shumë shkencore. Do me thonë që ata dhe kemi dasht me të nxerë pak për zonës të komfortit. Faleminderit lirem shumë. Më pronet shumë dojë emocionet pa përshkrume, edhe pse kom pas një ditë shumë të ngarkume, të këto emocionet tani ishin pa parashikueshme. Ama po njësh mirë. Po. Faleminderit shumë që kjo. Faleminderit shumë. Të edhe uroj suksese në punën tonë. Faleminderit, edhe unë shumë po pres me të pas atë. I kena hargjit dhuratat me herën e parë. E për juve që na keni kqyr deri tash, faleminderit shumë. Mesazhi jam përfundimtar është me u kujdes sa më shumë për njëri tjetrin, me u kujdes për krejt njerëzit që i keni në jetë, sepse kur nuk e dim kur është hera e fundit që mundemi me i pa, e mastaj mundemi gjithmonë me vujt mungesën e tyne. Faleminderit.